Naita Asani ka rrëfyer për momentet që i ka qëndruar bashkë me Albin Kurtin në burgun e Nishit në Serbi. Ai ka rrëfyer edhe për një moment kur kishin vendosur ta mbronin Kurtin, pasi i kishte ardhur thirrja për të dalë nga burgu. Asani ka treguar se si e kishin përcjell me të burgosurit e tjerë deri tek dalja e burgut, me që nuk donin ta linin vetëm për shkak të pasigurisë që kishin. Asani thotë se pasi e kanë çuar tek dera, aty ishin lajmëruar kryqi i kuq, që kishte ardhur ta merrte Albin Kurtin. Kemi nejt në burgun e Nishit me Albinin, kemi nejt shkurt por mjaft gjatë, shkurt shkaku i ditëve të pakta, por gjatë për shkak të bisedave që kemi pasur. Kur ka ardhur vendimi për medal, kemi qenë bashkë unë e Albini. Kur u kthy sa, ka ardhur vendimi për medal, kemi shkuar në Alë dhe kemi diskutuar të gjithë cilat janë rrethanat për medal, ishte koha e vonshme për medal. I thash mos dil, nuk jam për medal nëse duhet me të mbrojt ne jemi këtu, sepse ashtu ishte marrë dhe u kshin hoti dhe nuk dijej. Ishte buzmbrëmje, ku sa kishte filluar të errësoj dhe nuk dukej larg nga dritaret. Morëm peshqirët me vete dhe rrobat që kishin për t'i ndëruar. Shkuam grup dhoma jo në banjo. Sapo hym në banjo, gardiani e lëshoi ujin dhe në nabullin e ujit të vakat dhe duke u fërkuar, gardiani bërtet nga jashtë. Kurti dil jashtë. Albini dhe jashtë, gardiani foli me të në serbisht. Pastaj hyri brenda në banjo dhe më afrohet i shqetësuar. Më thot aty në banjo, gardiani më tha, ka ardhur vendimi se më kanë liruar. Thot duhet i bënte teshat gati dhe me dal. Thot çfarë të bëj? I them të lajmi dhe dalim e bisedojmë në dhomë. Si me shpejtësi pastrohemi dhe vishemi e dalim nga banjoja. E shkojmë në dhomë. Ishte i shqetësuar. Kishte të drejtë dhe i them se çdo kundërshtim nuk ka efekt. Këto e kisha nga përvoja në përburgje, por duhet ta menaxhojmë të bisedojmë me drejtorin. Ju tregojmë edhe të tjerëve se ka një vendim me liru Albinin sot. Së bashku me Isfakun e Naimin, Vebiun dhe të tjerë, diskutojmë dhe nuk pajtohemi për ta liruar në këtë formë pa pasur një garanci. Ne nuk pajtohemi me e liru në mbrëmje, se në mbrëmje me u liru kur ka mundësi ditën, kush do ta merr nga burgu për ta dërguar në Kosovë. Ne nuk dinim ma ka ardhur kush me marr. Ne ishim brenda mureve, ishte natë, ishte terra, asgjë nuk shihej jashtë, as nuk kishim njoftime nga Prishtina. Bisedonim dhe i them se ne nuk të lejojmë me dal, pa pasur garanci. Dhe kundërshtimi jon duhet të merret si shqetësim për drejtorin e burgut, sepse ne kishim përvojë të keqe në lirime të tilla, kishim përvojën e lirimit të profesorit Kshinotit nga burgu i Dubravas, dhe askush ma nuk dinte gjë për të se ku ndodhet. Në mbrëmje nuk ishte praktik lirimi askujt. Ditën liroshin të burgosur, por ne mund të rezistonim dhe duhet të rezistonim, sepse kishim frikë nga më e keqja. Nga shteti serb pritet çdo gjë, sepse për qëllime të vetat nuk kursente asgjë dhe duhet pasur kujdes. Ne kundërshtom gardianët, u bë situatë shumë e ndjeshme, hym në negocime me gardianët dhe mbikëqyrësin e burgut, nuk e lam me dal pa garanci. Donim garanci se kush e merrte dhe donin ta përcjellim deri te porta e të shihnim se kush po e merr për ta dërguar në Kosovë. Ata thoshin që janë kryqi i kuq, ne nuk u besonin fjalëve të tyre. Ata këmbgulin në të tyre, ne kundërshtonim, ne u organizuam në mbrojtje dhe mos dorëzim pa shkuar edhe ne deri te kryqi i kuq. Në këto negocime nga mbikëqyrësi na u tha që 2 veta mund të vinë me të deri te porta, ku e merr kryqi i kuq për të parë hequr dëshimet tona. Unë dhe Isa Koti së bashku me Albinin, i cili i mori teshat, u përshëndet me të burgosurit dhe dolëm nga dera e ekurt e katit ton dhe shkuan deri te porta bashkë me 2 gardianët dhe ne 3. Te porta e hapën derën, aty erdhën të kryqit të kuq, pra në dhomën e hyrjes. U siguruam që janë ata të kryqit të kuq. Pastaj ne u përshëndetëm me Albinin, i uruam shëndet dhe rrugë të mbar. Ai kur u përshëndet me mua mbet si impir nga dhimbja ndarjes, dhe duke shikuar prapa nga ne, duke shprehur dhembjen, mendonte se unë po dal, por juve ku po ju lë. Ne pasi e mori kryqi i kuq Albinin ja bë me dorën në shenjë përshëndetje për të hekurave të portës. Mua dhe Isakun gardianët na kthyen në dhomë, na kthyen me nervozitet, na kthyen duke na mëshuar dhe graur si kafsh. U vinte i natë nga rezistenca jon, nga qëndrimi jon që nuk e lam vet Albinin me e marr e me bë çka duan ata me të. Ata na sidhin me shkopin gome e me grushte, por të gjitha këto grushte e shkopin gome ishin të përballueshëm e të durueshëm për ne, sepse ne u siguruam se shoku ynë i burgosur Albin Kurti ishte në duart e kryqit të kuq. Koncepti të burgosurve ishte solidariteti ndaj njëri tjetrit. Ne këtë solidaritet për të mbrojtur një të burgosur në këtë rasti jon që për të mbrojtur Albinin dhe i të merrojt gardianët. Ne ishim të kënaqur që arritëm qëllimit pasi Albini u lirua pas garancisë që morëm. Sapo doli ai dhe e përcollën deri te Bera, kur u kthyen bëm thirrje me telefon që nga burgu që është liruar Albini dhe e ka marrë kryqi i kuq. Tashmë edhe në Prishtinë dinin që Albin Kurti ishte liruar nga burgjet serbe më 7 dhjetor 2001, në mbrëmje nga burgu i Nishit.
i burgosurit dhe i mbjetuar i masakrës të burgut të Dubravës në Itasani, ka rrëfyer edhe bisedën që ka pas bërë në burgun e Nishit me Albin Kurtin për Bacën Adem Jashari. Kemi diskutuar me Albinin për atë që na fa, si dhe për gjendjen në Kosovë, kujtonim ato që ai kishte kaluar në Bugje, kujtonim dhe tregonte Albini për Bacën dhe angazhimin e tij si përfaqësim politik i UÇK-s në Prishtinë, tregonte guximin e tij, gatishmërinë deri në flijim për Kosovë AD dhe për kauzën shqiptare. Të gjitha këto për mua që isha në burg ishin një ngjarje interesante dhe vërtet dinjitoze, ashtu siç kishte mësuar për Bacën, që ishte përfaqësues politik në kohë lufte në qendër të Prishtinës, që bënte përfaqësimin e drejtë të luftës sonë për liri para faktorit ndërkombëtar dhe policisë së ushtrisë serbe në kryeqytet. Albini tregonte për përfaqësimin dinjitoz të Bacës Adem dhe mbrojtjen e kauzës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës para çdo kujt si qëllim final që kishte lirinë dhe çlirimin tonë kombëtar. Në këtë bashkëbisedim me Albinin për Bacën Adem, Razilja dhe erdhi koha të bini për të fjetur, ram për të fjetur dhe duke kujtuar ato që kisha folur në telefon me Bacën Adem, që duhet me u përgatit me lexime, me libra të ndryshme, sepse do i duhemi vendit dhe duhet ta ndërtojmë vendin ton,